إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humb. Ndërsa atë që e çojnë humbjet nuk ka kusht ta udhëzojë, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm par tak, po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe gjithë shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Vëllezër të nderuar, të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut subhanahu wa taala, i cili na bëri të mundur sot që të mblidhemi, të takohemi dhe të bashkohemi për të përmendur emrin e Allahut azza wa jall, për ta madhëruar atë, si dhe për të kërkuar dijen shariatike të tij nëpërmjet mësimeve dhe librave të dietarëve të mëdhenj të këtij ummeti. Kjo pasi dija dhe kërkimi i saj ka një pozitë të veçantë dhe vlerë shumë të madhe tek Allahu azza wa jall, dhe këtë gjë na ka sqaruar dhe na ka shkëlqitur vetë Allahu subhanahu wa taala në librin e tij, duke thënë: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allahu i ngre në gradë ata që kanë besuar për jush dhe ata që ju është dhënë dija. Pra dija është një ndër shkaqet me të cilën robi ngrihet në grada dhe lartësohet pozita e tij tek Allahu i lartësuar. Madje Allahu i patmeta e ka bërë dallimin midis atyre që dinë dhe atyre që nuk dinë. Ata që kanë dije kanë pozitë tjetër te krijuesi i gjithësisë. Ndaj Allahu i patmeta thot në librin e tij: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Pra kjo tregon se poseduesi i dijes gëzon një pozitë mjaft të lartë dhe të madhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër tek Allahu azza wa jall. Prandaj, duke qenë se vlera e dijes është e lartë dhe tepër e madhe tek Allahu i lartësuar, Allahu i patmeta e ka urdhëruar të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të kërkojë shtimin e dijes nga Allahu i lartësuar. Ndaj, Allahu thot në librin e tij: "Wa qur rabbi zidni ilma", dhe thuaj, o Zoti im, më shto dije. O Zoti im, më shto dije. Ka thënë Ibn Hajeri, Allahu më shiroft, thot, Allahu nuk e ka urdhëruar profetin sallallahu alaihi wasallam që të kërkojë shtimin e ndonjë gjëje tjetër përveç se shtimin e dijes. Pra nuk ka ndonjë gjë për cilën Allahu i lartësuar ka urdhëruar që ta shtojë apo që të kërkojë shtimin e asaj përveç dijes. Ndërsa nga Abu Darda radhiyallahu an transmetohet se ka thënë: "Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah wa inna al-malaikata لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر." Thot, kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë:
Kush ndjek një rrugë duke kërkuar në të dituri, Allahu ja lehtëson atij një rrugë drejt xhenetit, dhe me të vërtetë melajket i shtrin krahët e tyre për kërkuesin e diturisë nga kënaqësia për atë që ai bën. Me të vërtetë për dietarin kërkon falje çdo gjë që është në qiell dhe në tokë, madje edhe peshqit në ujë. Ndërsa vlera e dietarit ndaj adhuruesit është si vlera e hënës ndaj të gjithë hyjeve. Vërtet dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve, dhe me të vërtet pejgamberët nuk lanë trashëgimi as dinar dhe as dirhem, por lanë diturinë, lanë dijen. Kështu që kush e marr atë, ka marrë një pjesë të madhe. Pra vëllezër të nderuar, shikoni se çfarë dobish madhështore përfiton dietari dhe kërkuesi i dijes. E para është se Allahu i lartësuar ja lehtëson rrugën atij për në xhennet. E dyta është se me lajket shtrin krahët e tyre në shenjë gëzimi për këtë punë fisnike që bën kërkuesi i dijes apo dietari. E treta është se për dietarin kërkojnë falje çdo gjë në qiell dhe në tokë, madje edhe peshqit në det. Vallë, a imagjinon dot njeriu se çfarë do thotë që për të kërkojnë falje krijesa pafund? Nuk ka dyshim se kjo është mirësi tepër e madhe dhe jashtëzakonshme pra nga Allahu i lartësuar. Ndërsa e katërta është se vlera e dietarit është më e madhe tek Allahu i lartësuar se sa vlera e adhuruesit. Kjo për shkak se dobia e adhurimit që bën adhuruesi kufizohet vetëm tek ai, pra tek vetë personi, kurse dobia e dijes së dietarit shkon përtej vetes tij. Pasi nëpërmjet dijes së tij njerëzit udhëzohen në besimin e saktë, si dhe shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit. Ndërsa e pesta është se kur robi kërkon dije, ai bëhet nga ata që marrin pjesë tek trashëgimia e pejgamberëve të Allahut të lartësuar, e cila është dija, me cilin robi shpëton veten dhe familjen dhe të tjerët nga çdo gjë që ka pasoja, qoftë në këtë jetë apo edhe në jetën tjetër. Ndaj, kush merr dije, vërtet ai ka shpresën që të fitojë lumturinë në dunja dhe ahiret, me kusht që të jetë me sinqeritet për Allahun e lartësuar dhe që ta praktikojë atë ashtu siç është urdhëruar. Prandaj, le të përfitojmë nga këto ajete madhështore dhe këto hadithe profetike, duke u bërë edhe ne prej atyre që merren me kërkimin e dijes, ashtu sikur se tregohet në një hadith të saktë nga Safwan ibn Asal radiallahu anhu, i cili transmeton dhe thot: Atejtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi al-masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar, faqultu lahu ya Rasul Allah, inni ji'tu atlubu al-ilm, faqala marhaban bi talib al-ilm, inna talib al-ilm tahuffuhu al-malaika wa tudhilluhu bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'duhum ba'da hatta yablughu as-samaa ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub. Apo lima yutlab. Thot erdha tek profeti sallallahu alaihi wasallam ndërkohë që ai ishte në xhami, i mbështetur mbi një mantel apo mbulesë të kuqe. I thashoi dërguari i Allahut: "Kam ardhur për të kërkuar dije." Ai më tha: "Mirë se erdhe o kërkues i dijes." Me të vërtetë, kërkuesin e dijes e rrethojnë dhe mbulojnë engjëjt me krahët e tyre. Pastaj disa prej tyre ngjiten njëri mbi tjetrin derisa arrin qiellin e kësaj bote nga dashuria që kanë për atë që kërkohet. Pra nga dashuria që kanë për dijen që kërkohet nga ana e tyre. Prandaj i lutem Allahut të lartësuar që të na bëjë për atyre që e kërkojnë dijen e Kuranit dhe të Sunetit, dhe të na jap sinqeritet në kërkimin e saj, si dhe durim në vështirësitë dhe sfidat që ka në rrugën e kërkimit të saj. Shpresoj që ky përkujtim i shkurtër të jetë i mjaftueshëm për gjithë ne, të na bëjë dobi të gjithëve dhe ta ngjallë sadopak dëshirën për kërkimin e saj. Pas përfundimit të kësaj parathënie, që e pash se është e domosdoshme për gjithë ne si përkujtim, insha Allahu do të vazhdojmë me një libër tepër madhështor,
i cili është libri i Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabit, Allahu mëshiroft. Pra libër një prej dietarëve të mëdhenj të këtij umeti, ripërtëritësit të fesë së kësaj kohe, dhe titulli i librit të tij quhet Fadlul Islam, vlera e Islamit. Vlera e Islamit. Pra në këtë libër ai ka sjell argumente nga Kurani dhe Suneti kur flitet për vlerën e madhe të fesë tonë islame. Sa i përket shpjegimit dhe komentimit të këtij libri, unë jam referuar shpjegimit të shehut tonë të nderuar, Allahu e ruajt, që është Sheikh Salih Al Fauzan, Allahu e ruajt. Pra një ndër dietarët e mëdhej të këtij umeti që vazhdon akoma të jetë gjallë edhe sot, si dhe është edhe muftiu i Arabisë Saudite në kohën aktuale. E lusë Allahun e lartësuar që të na japi sinqeritet, na japi durim dhe forcë dhe vazhdoshmëri, me qëllim që ta fillojmë këtë libër edhe ta përfundojmë, me qëllim që të përfitojmë nga dobitë e shumta që kanë sjell dietarët, pra qoftë autori Allahu mëshiroft i cili ka vdekur, po qoftë edhe dietari që është gjallë, Sheikh Salih Al Fauzan, me komentet dhe shpjegimin e tij. Atëherë, Bismillahirrahmanirrahim. Thotë Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft. E fillon librin e tij dhe thotë Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, dhe atij i kërkoj ndihmë. Kapitulli i vlerës së Islamit. Thotë Sheikh Salih Al Fauzan, Allahu ruaj, duke komentuar dhe duke shpjeguar hyrjen pra që ka bërë autori Allahu mëshiroft dhe thotë: të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut, Zotit të botrave. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen dhe shokët dhe të gjithë shokët e tij. E më pas, me të vërtetë Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, në librin Kitab at-Tauhid, në librin e Tauhidit dhe në librin Bazat e Imanit, si dhe në librin Vlera e Islamit, po ashtu edhe në librin Gjunahet e Mëdha, ai këtu ka ndjekur të njëjtën rrugë dhe metodologji që kanë ndjekur edhe dietarët e hadithit, që do të thotë se ai në këto libra fillimisht sjell temën apo titullin dhe pastaj pas saj sjell ajetet kuranore dhe hadithet të cilët flasin për këtë temë. Prandaj, ai fillimisht sjell temën apo titullin që përmbajnë tekstet e Kuranit dhe hadithet. Pra, ai fillimisht lexon ajetet e Kuranit dhe hadithet, dhe atë çfarë përmbajnë këto ajete kuranore dhe hadithe për atë temë që ato flasin, ai e vendos atë dhe pastaj sjell argumentet i përmend njëra pas tjetrës poshtë. Dhe kjo është rruga e dietarëve të hadithit, sikurse është edhe Imam Al-Bukhari, Allahu mëshiroft, si dhe të tjerë prej dietarëve të hadithit. Pra, ai nuk është se sjell, pra Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab nuk është se sjell diçka nga vetja e tij, por se ai sjell atë gjë për cilën ka treguar Kurani dhe Suneti, si dhe fjalët e selefëve, pra dietarëve të hershëm të këtij umeti. Dhe jo ashtu sikur se thon armiqtë e tij se Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, ka ardhur me një medhheb të ri, me një medhheb të pestë, sikur se i quajnë atë medhhebi wahabist. Pra i quajnë atë medhhebi wahabist. Dhe këtë gjë ata bën me qëllim që t'i largojnë dhe t'i friksojnë njerëzit nga librat e Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, dhe nga daweti i tij, nga thirrja e tij. Ka qenë një prej dietarëve të Indis, i cili sa herë që mbaronte mësimin, ngrinte duart lart dhe fillonte të bënte dua kundër Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft.
Kështu disa prej njerëzve të tij tafërt që ja donin të mirën dhe ishin këshillues të tij, e dëgjuan atë dhe çfarë bën? Shkuan dhe morën librin Kitab Tauhid të Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhabit. Edhe ja hoqën kopertinën. Pra kopertinën në cilën ndodhesh emri i Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhabit. Dhe e mori librin dhe ja dërgoi këtij dietarit i cili lutej kundër Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhabit, Allahu mëshiroft. Dhe e pyeti atë se cili është autori i këtij libri. Pra cili është autori i këtij libri Kitab Tauhid. Atëherë ky dietari e mori librin dhe filloi ta studionte dhe ta shikonte, të meditonte në këtë libër, të shikonte mënyrën se si është shkruar dhe argumentet, dhe kur erdhi të nesërmen i tha këtij pra personit që ia dha librin që ky është një ndër librat e Imam al-Bukharit, pra Muhammed ibn Ismail al-Bukhari. Atëherë ky personi që ia dha librin ia ktheu kopertinën dietarit dhe i tha atij, ky është Muhammed ibn Abdul Wahhabi, kundër cilit ti bën lutje. Kundër cilit ti bën lutje. Atëherë ky dietari i Indis u bë pishman dhe u pendua dhe filloi pastaj që nga ai moment e mbrapa që të lutej dhe të bënte dua mbas çdo mësimi për Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhabit, Allahu mëshiroft. Kjo sepse ja vuri re që Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhabi nuk është se fliste nga vetja, por se sillte ajete kuranore dhe hadithe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhabi, Allahu mëshiroft, thot shehu në këtë libër thot ka sqaruar fillimisht bazat e besimit, bazat e imanit. Pastaj ka sqaruar vlerën e islamit, sepse feja është e ndërtuar apo është në 3 grada. Dhe grada e parë është Islami, ndërsa grada e dytë është imani, pra besimi, ndërsa grada e tretë është ihsani, që është përsosmëria. Ashtu sikur se ka ardhur në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ishte i ulur përballë njerëzve. Kështu atij erdhi Xhibrili alayhis salam dhe e pyeti atë dhe i tha: "Mal iman?" Çfarë është besimi? Ndërsa ai përgjigjet dhe i thot: "Imani është të besosh Allahun, me lajket e tij, në takimin e tij, në të dërguarit e tij dhe të besosh në ringjalljen." Ndërsa Xhibrili alayhis salam i thot: "Mal islam?" Çfarë është Islami? Atëherë ai i thot: Islami është që ti të adhurosh Allahun dhe të mos i bësh atij shok dhe ortak në adhurim. Të falësh namazin, të japësh zakatin e obliguar, të agjërosh Ramazanin. Pastaj i tha: çfarë është ihsani? Pra përsosmëria. Ai tha: është që ti të adhurosh Allahun sikur e shikon atë. Edhe pse ti nuk e sheh atë, atëherë me të vërtet ai të shikon ty. Pra që ti të adhurosh Allahun e lartësuar sikur ai po të shikon ty. Pra thot shehu, këta janë gradat e fesë: Islami, imani dhe ihsani. Grada e parë është Islami. Pastaj mbi të është imani, pra është një gradë më lart se Islami. Pastaj më lart se ajo është ihsani. Pra thot që Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhabi, Allahu mëshiroft, ka dashur që të sqarojë Islamin dhe imanin në këtë libër, pra në librin Bazat e Imanit. Dhe kapitulli i parë prej kapitujve të këtij librit është thot vlera e Islamit. Është vlera e Islamit. Pastaj ai ka përmendur kapituj të tjerë mbas këtij kapitulli. Sikurse është kapitulli i obligueshmërisë së Islamit dhe kapitulli i komentimit të Islamit dhe ato gjëra që të nxjerrin prej fesë të tjerë.
Pra ne e thamë që Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah më shëroft, thot kapitulli i vlerës së Islamit. Pastaj thot dhe fjala Allahu të lartësuar: Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot u apërsosa juve fen tuaj dhe e plotësova mirësinë time ndaj jush dhe zgjodha për juve Islamin për fe. Shehu komenton tu, Sheikh Fuzani Allahu rujt dhe thot: Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërkohë që ishte në këmbë në ditën e Arafatit në haxhin e lamtumirës, atij i zbriti ky ajet. Ky ajet të cilin sapo e përmendëm. Dhe ky ajet është nga ajetet më të fundit që i zbritën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra nga ajetet më të fundit të Kuranit. Ose thot është ajeti më i fundit që i ka zbritur, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jetoi pas zbritjes së këtij ajeti një kohë shumë të shkurtër. Dhe pastaj pra i erdhi vdekja. Pra pasi që ai u kthye në Medinë mbas haxhit. Dhe kjo tregon se i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam nuk vdiq derisa Allahu i lartësuar ja plotësoi dhe ja përsosi atij fen. Dhe në këtë gjë, thot shehu, ka refuzim për njerëzit e bidatit, të cilët shpikin gjëra të reja në fe dhe ja përkatësojnë dhe ja adresojnë apo ja veshin fesë Allahut të lartësuar, ndërkohë që ato gjëra apo ato bidate nuk janë prej saj. Prandaj që çdo njeri i cili sjell një shtesë në fenë Allahut azza wa jall, atëherë ajo është e refuzuar. Pra është e refuzuar dhe nuk pranohet. Ashtu sikur se ka ardhur në hadithin Aisha radhiyallahu anha, e cila ka thënë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Ai që shpik në fen ton diçka që nuk është prej saj, atëherë ajo gjë është e refuzuar. Pra ajo gjë është e refuzuar. Po ashtu thot Sheikh Fuzani Allahu rujt. Në të thot ka refuzim për ato të cilët e konsiderojnë fen islame se ajo është e mangët dhe nuk është e plotësuar. Dhe se thonë që me të vërtet feja islame nuk vlen për çdo kohë dhe për çdo vend. Pra ka refuzim për ata që thonë që feja islame nuk vlen për çdo kohë dhe për çdo vend, ashtu sikur se thrasin sot ata të cilët thonë se feja islame është për brezat që kanë kaluar, është për kohën që ka kaluar, dhe kështu ajo nuk vlen për kohën tonë. Ndërkohë që fjala Allahut të lartësuar që thot al-yawma akmaltu lakum dinakum, sot u apërsosa juve fen tuaj, tregon se feja islame vlen për gjitha kohrat dhe për gjitha vendet. Për gjitha kohrat dhe për gjitha vendet. Prandaj, nëse kuptimi i njerëzve është i mangët, pra nëse njerëzit janë të mangët në kuptimin e tyre për mënyrën se si e kuptojnë fen islame, atëherë ajo që është e metë, pra e meta nuk qëndron tek Islami, porse e meta qëndron tek kuptimi i tyre. Pra nuk është faji tek Islami, por është vetë tek kuptimi i tyre. Përndryshe, feja është e plot, e përsosur dhe përfshirëse e gjitha dobive për njerëzit, derisa të bëhet kiameti, Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe u apërsosa juve mirësinë time, e plotësova mirësinë time ndaj jush. Me çfarë? Thotë e plotësova mirësinë time ndaj jush bi hadha din, me këtë fe, pra me fen islame. Pra kjo fe
është mirësia më e madhe me të cilën Allahu i lartësuar i ka begatuar njerëzit apo të gjithë njerëzimin. Mirë, po ai i cili e pranon këtë mirësi nga Allahu i lartësuar, ai do të përfitojë prej saj. Ndërsa ai i cili nuk e pranon atë dhe refuzon, atëherë keqja dhe dëmi është vetëm kundër vetes së tij, sepse ai është ai i cili e refuzoi këtë të mirë nga Allahu i lartësuar. Pra vetë faja është tek ai. Pastaj ka thënë: "Wa raditu lakumul islama dina", dhe zgjodha për ju fen islame për fe. Dhe Islami është feja për cilën Allahu i lartësuar ka thënë në këtë ajet: "Al-yawma akmaltu dinakum", sot u apërsosa ju e fen tuaj. Pra për këtë fe e ka fjalën. Pra Allahu i patmeta dhe i lartësuar e ka plotësuar atë dhe është kënaqur me atë që të jetë feja e pranuar tek Allahu. Si dhe është i kënaqur që ajo të jetë feja e tij tek njerëzit. Dhe nuk është i kënaqur me asnjë lloj feje tjetër përveç fesë islame, Allahu Azza wa Jall. Ndaj Allahu i patmeta thot: "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam", më të vërtet feja e pranuar tek Allahu është Islami. Prandaj thot shehu, të gjithë fetë të tjera pas ardhjes së fesë së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sikurse është feja e krishterë dhe feja e xifutëve, që të gjitha ato janë të kota. Që të gjitha janë të kota dhe Allahu i lartësuar nuk është i kënaqur me to. Nuk është i kënaqur me to. "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin". Ai i cili kërkon fe tjetër përveç Islamit, atëherë atij nuk do t'i pranohet dhe ai në ahiret do të jetë prej të humbërve. Pra kjo është ajo që thot Allahu i lartësuar në librin e tij. Pra në këto dy ajete thot shehu ka refuzim për ato të cilët thonë prej kohës sonë se më të vërtet tre fetë, feja e xifutëve, feja e krishterë dhe feja e Islamit janë që të gjitha hak dhe të vërteta. Dhe që të gjitha të çojnë tek Allahu i lartësuar. Mirë, po kjo është gënjeshtër dhe shpifje. Është gënjeshtër dhe shpifje, sepse nuk ka asnjë fe të vërtet pas ardhjes së kësaj feje përveç Islamit. Pra përveç Islamit nuk ka fe tjetër që të jetë e vërtet dhe që të çon tek Allahu i lartësuar. Prandaj që pas dërgimit të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe pas ardhjes së Islamit, të gjitha fetë të tjera janë shfuqizuar, qoftë ajo feja e krishterë apo feja e xifutëve. Prandaj që fetë të tjera përveç Islamit ose janë të shtrembruara, ose janë të ndryshuara, ose janë të shfuqizuara, të cilave u ka ikur koha apo u ka mbaruar koha. Prandaj që nuk ka ngelur asnjë fe tjetër me të cilën Allahu është i kënaqur përveç fesë islame. Prandaj, ai i cili dëshiron që të futet në xhennet, le t'i përmbahet dhe të kapet fort kësaj feje, fesë islame. Ndërsa ai i cili kërkon dhe don fe tjetër përveç Islamit, atëherë ai nuk ka gjë tjetër pra vetëm se zjarrin. Pra ai do të ketë si ndëshkim vetëm se zjarrin, sepse ai është i cili që e refuzoi fen e Allahut, me të cilën është i kënaqur Allahu Azza wa Jall dhe që është i kënaqur që ajo të jetë feja e robërve të tij. Prandaj që feja e xifutëve që ishte e pandryshuar, e cila është prej fesë së Musait alayhis salam, në kohën e vet thotë shehu ajo ishte fe e saktë dhe e pranuar. Këtu duhet me sqaru diçka me qëllim që mos keq kuptohet. Kur thotë shehu feja e xifutëve ka për qëllim legjislacionin që i zbriti Musait alayhis salam, që quhet shariati i Musait. Gjithë profetët kanë pas për fe Islamin, që është tauhidi.
Mirë po çdo pejgamber ka pas legjislacion të veçantë nga pejgamberet e tjerë. Për shembull, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam tek legjislacioni i tij është ligjsu falja 5 kohëve të namazit. Ndërsa tek shariati, tek legjislacioni i Musait apo Isait alayhimassalam nuk ka qenë e urdhëruar një gjë e tillë. Pra, shehu ka për qëllim këtu që legjislacioni që ka qenë kohën e Musait i pandryshuar, ajo ka qenë fe e saktë. Mirë po më mbrapa pastaj që futën durët dhe ndryshuan, që kanë fut pastaj shirkijatët dhe besimet e kota. Pra këtu kur thot feja që i futve që ka qenë e pandryshuar, ka për qëllim shariatin e Musait alayhis salam. Po ashtu edhe feja e krishterë thot e pandryshuar dhe pa shtrembruar, thot po ashtu ka qenë e saktë. Ka për qëllim legjislacionin që i ka zbrit Isait alayhis salam. Mirë po pasardhjes së Islamit, ato u shfuqizuan dhe nuk ka ngel tjetër fe tjetër përveç Islamit. Prandaj ajo që është detyrë dhe obligim është ndjekja dhe pasimi i asaj për cilën ka urdhëruar Allahu i lartësuar në çdo kohë dhe në çdo vend. Në çdo kohë dhe në çdo vend. Dhe me të vërtetë Allahu i patmeta ka urdhëruar për pasimin dhe ndjekjen e fesë islame. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Thot thuaj nëse jeni që doni Allahun, o Muhammed, thuaj nëse jeni që doni Allah, më pasoni dhe më ndiqni mua në mënyrë që t'ju dojë Allahu dhe t'ju fali juve gjunahet tuaja. Më të vërtetë Allahu është falës i madh dhe mëshirues. Thuaj bindjuni Allahut dhe të dërguarit. Nëse ato kthejnë shpinën, pra nuk pranojnë, atëherë me të vërtetë Allahu nuk i don mosbesimtarët. Nuk i don mosbesimtarët. Pra këtu i ka quajtur mosbesimtar ata të cilët i kthejnë shpinën bindjes ndaj Allahut të lartësuar dhe ndjekjes së pejgamberit të tij. Vazhdon Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroft, dhe thot: dhe fjala Allahut të lartësuar: Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Thuaj o ju njerëz, nëse keni dyshime në fen time, nëse jeni që keni dyshime në fen time, atëherë unë nuk i adhuroj ato që ju adhuroni përveç Allahut. Mirë po unë adhuroj Allahun i cili ju a merr jetën, ose i cili ju bën që të vdisni. Thot Sheikh Fawzani, Allah rujt, thot ajeti i parë që thot al-yawma akmaltu lakum dinakum, sot u apërsosa fen, ju apërsosa juve fen tuaj, thot kjo është fjalim dhe ligjërim që i drejtohet besimtarve. Ndërsa ajeti i dytë që thot Qul ya ayyuhan nas, thuaj o ju njerëz, kjo është fjalim dhe ligjërim që i drejtohet idhujtarve, pra njerëzve të cilët adhurojnë dikë tjetër veç Allahut. Thuaj o ti i dërguar, pra thuaj atyre, o ju njerëz, pra i drejtohet gjithë njerëzimit. Nëse i keni dyshime në fen time, atëherë unë nuk i adhuroj ato që ju adhuroni përveç Allahut, por sa adhuroj Allahun. Pra kjo është feja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Feja të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që është adhurimi i Allahut dhe lënia adhurimit të dikujt tjetër përveç tij. Alladhi yatawaffakum, pra ai i cili u merr jetën juve, ai i cili ju bën që të vdisni. Pra ju bën që të vdisni në momentin e mbarimit të afatit dhe kohës suaj.
pastaj ai ju dërgon juve dhe ju çon juve apo ju kthen juve nga kjo botë për tek bota e ahiretit, për tek bota e marrjes së dënimit ose shpërblimit. Pra Allahu i patmetë dhe i lartësuar është ai i cili e meriton adhurimin, sepse ai është ai tek i cili kthehen çështjet dhe tek ai është strehimi. Ndërsa këto idhuj, ata nuk kanë në dorë asgjë, ata nuk posedojnë asgjë. Ato as nuk japin jetë dhe as nuk ta marrin jetën, dhe as nuk e shpërblejnë ndonjërin. Sepse këto idhuj janë krijesa të cilat nuk posedojnë për veten e tyre as dëm dhe as dobi. Vallë si posedojnë ata dëm apo dobi për dikë tjetër veç tyre. Pra, kjo është prej çështjeve shumë të çuditshme dhe prej mendjeve të mangëta. Prandaj çfarë thotu? Innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amthalukum. Më të vërtetë, ata të cilët ju i luteni përveç Allahut janë robër sikurse ju. Janë robër sikurse ju. Fad'uhum falyastajibu lakum. Prandaj që lutjuni, thot Allahu, lutjuni ju atyre dhe let ju përgjigjen ata juve in kuntum sadiqin, nëse jeni që e thoni të vërtetën. Pra Allahu i lartësuar i ka sfiduar ata, thot lutjuni dhe let ju përgjigjen. Mirë pra, përgjigja nuk ndodh kurrë. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Nëse ju i luteni atyre, ata nuk e dëgjojnë lutjen tuaj. Walau sami'u mastajabu lakum. Edhe sikur ta dëgjonin lutjen tuaj, atëherë ata nuk do t'ju përgjigjeshin juve. Wa yawmal qiyamah yakfurun. Ndërsa ditën e kiametit ata do të mohojnë. Ditën e kiametit ata do ta mohojnë adhurimin që njerëzit ja kanë drejtuar dhe ja kanë dedikuar atyre përveç Allahut. Pra do t'i thonë Allahut të lartësuar që këta nuk na kanë adhuruar neve. Pra do ta mohojnë, thot. Pra kjo është ligjërim dhe fjalim që i drejtohet realisht njerëzve që kanë logjik, me qëllim që ata të meditojnë edhe mos binë pra në gradën e atyre të cilë i lutën dikujt tjetër veç Allahut. Pra thot fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah. Unë nuk adhuroj ato që ju adhuroni përveç Allahut, por se adhuroj Allahun. Pra adhurimi është hak dhe drejt vetëm për Allahun e lartësuar. Alladhi yatawaffakum, ai i cili ju merr jetën juve. Wa umirtu an akuna min al-mu'minin, dhe unë jam urdhëruar që të jem prej besimtarëve. Prandaj që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është i urdhëruar dhe ai i bindet dhe zbaton urdhrin e Allahut të lartësuar, si dhe u apërcjell atë njerëzve. Pastaj thot, edhe pak edhe të ndalemi me qëllim që mos zgjatemi. Pastaj ka thënë Allahu i lartësuar: "Wa an aqim wajhaka lid-din hanifa, wa la takunanna min al-mushrikin." Dhe përmbaju fes duke qenë hanif. Pra duke qenë hanif do thot duke u larguar nga shirku. Dhe mos u bëj prej idhujtarve. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk. Dhe as mos ju lut dikujt tjetër veç Allahut, i cili as nuk të bën dobi dhe as nuk të bën keq. Fa in fa'alta fa innaka idha min adh-dhalimin. A nëse ti e bën një gjë të tillë, atëherë më të vërtet ti je prej të padrejtëve. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dhe nëse Allahu të zë me ndonjë të keqe, pra të hedh ndonjë të keqe, fala kashifa lahu illa hu. Atë nuk ta largon askush tjetër veç Allahut azza wa jall.
Dhe nëse wa i yuridka bi khair, dhe nëse ai don një të mirë për ty, fala radda li fadlih, atëherë askush nuk mund ta largojë atë mirësinë e Allahut azza wa jalla. Yusibu bihi man yasha min ibadihi, pra Allahu i jep të mira dhe të këqija atij që do prej robërve të tij. Wa huwa al-ghafur rahim, me të vërtetë ai është falësi, mëshiruesi. Qul ya ayuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum, thua o ju njerëz, ju ka ardhur e vërteta nga Zoti juaj. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi, ai i cili udhëzohet më të vërtet udhëzohet për veten e tij. Wa man dalla fa innama yadhillu alayha, ndërsa ai i cili devijon dhe humbet, pra nuk e pranon këtë udhëzim, ai thot vetëm se ka humbur, pra ka çuar veten humbje, e ka këtë humbje dhe devijim kundër vetes tij. Wa ma ana alaykum biwakil, dhe unë nuk jam përgjegjës për ju. Wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin, dhe ndiq atë që të shpallet ty dhe bëj durim derisa të gjykojë Allahu, dhe ai është gjykuesi më i mirë. Pra thot Sheh Fuzani, këto janë ajete madhështore dhe në to bëhet ndarje midis të vërtetës dhe të kotës. Bëhet ndarje midis vërtetës dhe të kotës. Pra në këto ajete nuk ka as përshtjellim dhe as diçka të zymt pa kuptueshme. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam adhuron Allahun, ndërsa ata adhurojnë dikë tjetër veç Allahut. Madje adhurojnë krijesa të cilat nuk kanë dorë asgjë, pra nuk posedojnë asgjë. Pra kjo është ndarja midis tauhidit dhe shirkut, thot shehu. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ka sjell ndonjë gjë të re dhe as ka thirrur për ta ka adhurimi vetes tij. Pra nuk u ka thënë njerëzve që më adhuroni mu, por se ka thirrur për tek adhurimi i Allahut vetëm pa ortak. Për tek adhurimi i Allahut vetëm pa ortak. Prandaj feja islame, me të cilën erdhi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, është që të adhurohet Allahu i lartësuar dhe të lihet dhe braktiset adhurimi i çdo gjëje tjetër përveç tij. Mjaftohemi me kaq, me qëllim që mos zgjatemi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.